Zgjidhje të lira dhe të ndershme. Në fundjavë ju pyetet për një emër që është hedhur në diskutim publik, emrin e shkrimtares Lea Ypi për kryeministre teknike, ndërkohë Adriatik Lapaj në fundjavë ka hedhur emra të tjerë për diskutim, për Parim Kabo dhe Tritan Kalo. A keni menduar se cilët do të jenë emrat e qeverisë teknike? Ka ndonjë ide, propozim Partia Demokratike dhe si u duken të dy emrat e fundit që ju citova? Partia Demokratike insiston dhe do insistoj për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as dhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim, Partia Demokratike do të avancoj ose do paraqes propozimet e veta krahas forcave tjera politike.